do të ulen në një ski lift me modern. Edhe shtigjet e rëshqitjes do t'jenë më të mira. Për të gjithë ata që e duan Brezovicën dhe sportet dimrore, këto mund të jenë lajme të mira. Kjo pasi ky resort turistik do ta ketë një qendër të re të skive, posa asaj ekzistuese. Megjithatë, atyre u duhet të presin edhe disa vite, pasi deri tani vetëm është finalizuar masterplani për ndërtimin e saj. Ajo do të përfundoj pas 7 apo 8 vjetëve, ndërsa kapaciteti i saj pritet të jetë 7.000 turist. E lajmi tjetër i mirë në këtë muhabet është se aty do të punësohen rreth 3.000 veta. Kreu i Shtërpsës u pa i kënaqur me këtë plan. Izgradnjom novog ski centra. Me ndërtimin e qendrës së re, komuna e Shtërpsës fiton me qindra vende të reja të punës në mënyrë direkte ose indirekte, e kjo është gjëja më e rëndësishme në këto kohë të vështira. Përfaqësuesi i BE-s në Kosovë që rishta se mori këtë detyrë dhe e pa për herë të parë këtë vend, tregoi pse ja vlen ky projekt. Është hera parë jashtë Prishtinës dhe më pëlqen pamos vendi Bora Malet. Në një farë mënyrë ma kujton vendin tim dhe seriozisht pres që Brezovica të bëhet një qendër skijimi e të rajonit. Ministre e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kosari Lila tha se po vazhdohet një projekt i nisur më herët. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe kryeministri Hashim Thaçi, por nuk e tha asnjë fjalë. Por këtu u fol se qeveria e tij dhe komuna e Nikoliçit nuk kanë para për këtë projekt të shtrejtë shumë milionësh. E zgjidhja do të gjendet në një konferencë donatorësh e investitorësh që do të organizohet së shpejti.